لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Allahun e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë, falje, mëshirë, begati, mirësi kërkojmë, salavatet dhe selamet ja dedikojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe që do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar xhamatli, hutbën e sotshme inshallah do ta fillojmë me një ngjarje që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dini mirë se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ngushtohet rrethi në Mekë, ai sheh mundësitë që të del nga Mekja, të shkojnë në ndonjë vend dhe ta përhapë mesazhin e Islamit. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendos që të shkon në qytetin e Taifit, që është një qytet afër Mekës. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë vend nuk pritet mirë, do të thonë refuzohet dhe nuk pranohet thirrja e tij. Derisa ai ka vetëm një kërkesë për tyre, në fund ju thotë është mirë që mos me kallëzu, mos me përhap lajmin që unë po marr te ju, për arsye se nëse e marrin vesh mushrik e Mekës, kryetar e Mekës, paria që kanë qenë atëherë thotë nuk do të lanë mua me hinë në qytet. Nuk do të lanë mua me hinë në qytetin e Mekës. Ato jo vetëm që refuzojnë, po i nxjerrin jashtë ato çmendurit që i kanë pas, me dialektët edhe fëmijët, të cilët dalin dhe e gjujnë me gur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e godasin dhe e përzon prej Taifit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u largu, strehohet te një kopsht, te një baçe e cila ka qenë dy vllaznë dhe prej Mekë, të cilët kishin qenë aty te baçja e vet dhe kishin pa krejt situatën se çka ka ndodhur. Do të thotë se çka ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e tharasin shërbëtorin e tyre, i cili ka qenë i krishter me emrin Attas. Dhe i thonë, shko çoja do rrush që ati njerit që atë, ka për qëllim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo Attasi shërbëtori e merr rrushin dhe ja çon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi para se me fillu me hangër thot bismillah. Ajo Attasi i krishter çuditet. Thot se këtë fjalë nuk e kam dëgju prej njerëzve këtu në rrethim. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, prej nga jeti, ai thot unë jam i krishter prej një vendi në Irak, prej një katuni, prej një vendbanimi në Irak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, ti thot qenke prej vendit ku ka lindur dhe ku ka jetuar Yunus ibn Metta, pra Yunusi alayhis salam. Thotë dhe unë jam vllai i tij, pasi gjithë pejgamberët thotë jemi vëllezër me njëri tjetrin. Attasi çuditet, sepse populli në atë kohë kanë qenë xahila, nuk kanë ditë, nuk kanë pas libra të shkollës, dhe thotë se këtë informat nuk mund ta ketë askush tjetër përveç se një pejgamber. Dhe fillon që ta përçafon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, t'ia puth durt dhe t'ia puth këmbën. Ato dy vllazërit që kishin çuket për me aqu rrushin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata ishin në armiqësi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po në moment ju kishte zbut zemra kur e kishin pa të gjakoshit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe njëri i thot tjetrit, thot shif punëtorin tan ta mashtroj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur u kthia Attasi te këto dy vllazërit,
që punonte për ato, ata I thanë, po çka bën ti? Pse e përqafova atë pejgamber? Thot ju me ditë, thot kush është ky? Thot jo kam të dhe duhet. Po të ta këshillon me prekën tokë. Thot s'ka njeri më të mirë sipërfaqen e tokës se sa ky njeri. Dhe ka pranuar Islamin. Ky krishterë ka pranuar pejgamberin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj kjo është dëshmuar edhe në raste të tjera. Mesazhi I parë I kësaj grupe është me pranuar vërtetën dhe me udhëzu për argumentin. Në momentin që e shohim argumentin, që e shohim vërtetën, është mirë me pranuar dhe me udhëzu para saj. Pastaj lajmi u përhap dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tash nuk mundet me hinë në qytetin e Mekës. Për me hinë në qytet, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I duhet garancë, I duhet siguri, I duhet që dikush me marrë në mbesë. Ju çon fjalë disa njerëzve eminent që ta marrin në mbrojtje, mirë po ato refuzojnë. Derisa një njeri me emrin Mu'tim ibn Adi thot unë e marr në mbrojtje pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe e merr në mbrojtje dhe ja mundson që të hy në qytetin e Mekës. Shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në çape, fal dy rekate dhe përcjellën deri te shtëpia vet dhe të tjerët nuk mundën me I bë kurrë, pasi që ky e kishte mobilizuar fisin e vet, ishin armatos dhe I kishin dalë në ndihmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ky personi nuk u kon hala musliman. Pas 4 vjetëve, afërsisht 5 vjetëve, ka ndodhur betejë e Bedrit. Dhe zihen rrok 70 mushrik. Dhe tash ndodhin diskutime. A me I shlu këto rob, a mos me I shlu? A me I eliminu krejt? A me I marrë me I dhonë me kompenzim, me kushte e kështu me radhë? Pavarësisht se çka ka ndodhur, disa e liru pa kushte, disa e liru me kompenzim, disa me ndonjë kusht e kështu me radhë. Në një moment është me rëndësi se çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këto është mësimi I dytë I kësaj grupe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një moment e thot një fjalë shumë të madhe, thot: po të kishte qenë gjallë Mu'tim ibn Adi, ai njeri që I ndihmoi, e mor në mbrojtje, dhe thot të kishte ndërmjetësuar te unë për me lishu këto njerëz të këqij, thot unë do të kisha pranuar. Vetëm ai më pas ton, unë e kisha pranuar. Kjo tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka harruar të mirën që ja ka bërë dikush. Pavarësisht ai pse nuk u kon musliman. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ditë me I dallu ato jo muslimanët që kanë bërë pengesa Islamit, që kanë qenë të ashpër, që kanë torturuar muslimanët dhe I ka dallu ata të tjerë të cilët kanë qenë neutral apo dhe I kanë ndihmuar muslimanët në ndonjë çështje. Duke prit, pra mësimi I ditë kjo është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë mirënjohës dhe është munduar të mirat që e kanë bërë njerëzit me u kthy. Duke ndejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jashtë Mekës në një vend të quajtur Nahle, aty duke lexuar Kur'an pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namaz, kalon një grup I gjinëve. Këtë rast Allahu e ka përmendur në Kur'an në surën Ahqaf dhe ka thënë: "Wa idh sarrafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-Qur'an, falamma hadaruhu qalu ansitu, falamma qudiya walau ila qawmihim mundhirin." Dhe kujtoti kur ne ti drejtuam te ti një grup prej gjinëve, të cilët kur mbrenën te ti, pejgamberi kom tu lexu Kur'an, I thanë njëri tjetrit heshni dhe u mahnitën me leximin e Kur'anit, pasi që një kohë të gjatë nuk ishte shpallur libër. Dhe kanë shkuar te populli I tyre I kanë kallëzuar. Pas një kohe, një grup, një delegacion prej gjinëve vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një vend tjetër në Mekë dhe pranojnë Islamin. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njoftohet se ka krijesa tjera që frekuentojnë në frekuenca tjera që na nuk I shohim. Ato neve na shohin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mor një refuzim prej njerëzve në tokë, derisa Allahu ja dha një përkrahje prej krijesave tjera të cilët e kanë njëjtën detyrë sikurse na. Pasi që Allahu ka thënë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", nuk I kam krijuar njerëzit dhe xhinët përveç se që të më adhurojnë. Edhe ato e kanë detyrën me I bë ibadet, me adhuru Allahun. Prej tyre ka musliman, ka jo musliman. Ka të mirë dhe ka të këqij. Ato martohen, shumohen, hajnë, pinë, na nuk I shohim. Ato jetojnë në një frekuencë tjetër që na nuk kemi qasje, mirë po ato na shohin neve
Mesela është këtu që nuk duhet me i përfshi në çdo send. Por edhe jo me i përjashtu krejtësisht, pasi që Kur'ani flet për to, dhe Allahu pastaj ka shkruar një sure në Kur'an me emrin suratu Jin. Pra këto krijesa ekzistojnë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është njoftuar për to dhe na duhet me besu. Porosia e tretë e kësaj hutbe është se këto krijesa ekzistojnë, këto krijesa janë dhe një ditë do të vdesin. Sikurse do të vdesin çdo gjë që merr frym në këtë jetë, pasi që Allahu ka thënë kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Nuk ka thënë Allahu çdo njeri do ta shijojë vdekjen, por çdo shpirt, çdo sen që ka shpirt, njeri, melek, gjin e kështu me radhë, një ditë do ta shijojë vdekjen. Tri porosi u mundum që të japim në këtë hutbe. E para ishte me pranu vërtetën dhe me u dorëzu para argumentit në momentin kur ai na shfaqet. E dyta porosi e kësaj hutbe është mirënjohja ndaj njerëzve. Mos me harru të mirën që ne kanë bërë të tjerët dhe me u mundu me ia kthy, ashtu sikurse që kishte vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e treta është ekzistenca e këtyre krijesave. Pasi që po bëhen edhe shumë manipulime, po përfshihen në çdo send. Tash kohëve të fundit shumë pyetje vijnë lidhje me këto çështje, prandaj është mirë me ditë ekzistojnë, jo me përjashtu prej çdo gjaje, mirë pa dhe jo me i fut në çdo meselë. Tre porosi nga një ngjarje shumë e thjeshtë. Kjo sinjalizon se historia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga ngjarja më e thjeshtë mund të nxjerrë mesazhe edhe porosi të jashtëzakonshme me urtësi shumë të mëdha. Do të vazhdojmë inshallah nëse hutbën tjetër e kam prapë, do të vazhdojmë të tregojmë edhe shumë urtësi dhe mësime të mëdha, sikurse shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me hyrë në qytet nuk tha unë jam pejgamber, edhe unë hy direkt. Por i mor masat, atë çka e ka në dorën e vet, ai e bekoi. Hini në garancën e dikujt, edhe pse Allahu i ka garantuar se s'ka njerëz që i bëjnë kurrë. Mirë po, për me na kallëzu neve, ai shkoi i tha atij, tha merrem në mbrojtje mu dhe të hijmë në qytet. Ka mund me hi edhe ndryshe. Këtu në këtë tregim ka shumë mësime dhe shumë urtësi që inshallah në hutbet e radhës do të mundohemi të shtjellojmë. Dhe mundohemi që të analizojmë sakt historinë, biografinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për t'ia lehtësuar vetes jetën, për t'ia lehtësuar të tjerëve dhe për ta fituar kënaqësinë e Allahut. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر.